Studio pasi kemi parë kështu rrëfimin e besuarit të jasharit e mbjetuar e pikërisht asaj në cilën mbetën të vrarë për të mos të vdekur kur familjarët e saj, familja Jashari. Kam kënaqësinë që tani të prezantojmë një herë mysafirin dhe do kemi mundësi që të zhvillojmë një bisedë jo me sigurt me plot emocione dhe kujtimet asaj periudhe. Jam në studio me zotin Kadri Kastrati, ish-komandant i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Besoj janë emocione krejt veçanta, këto të këtyre 3 datave të epopejës së Ushtrisë Shërimtare. Unë kisha thonë këto 35, 6 dhe 7 mars janë emocione për çdo ushtar të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Arsyeja është e thjeshtë sepse sakrifica e familjes Jashari, Adem Jasharit dhe gjithë ata bashkëfetarët e tij që kanë qellu dhe kanë rezistuar ato 3 ditë në prekaz, faktikisht siç e thatë edhe më herët, ja kanë ndryshuar rrjedhën e historisë të Kosovës në përgjithësi dhe e ka mobilizuar botën shqiptare kudo që kanë qenë. Unë në atë kohë kam jetuar në Kroaci, në Pulë, në Bregdetin kroat dhe normal që për ne shqiptarë, komuniteti shqiptar atje ka qenë një ngjarje jashtëzakonshme dhe menjëherë jemi mobilizuar komplet komuniteti shqiptar jo vetëm Pulë, por në disa qytete përreth dhe jemi mbledhur, kemi krijuar një shtab krize në atë kohë dhe jemi munduar që të bijmë në kontakt me njerëz të caktuar jo me këtu në Kosovë, por rreth në Shqipëri, në Tiranë e kutadione, për me shikuar se cila është nevoja imediate për me u angazhu komunitetin shqiptar. Ne kemi punuar në 2 drejtime. Drejtimi i parë ka qenë që të mbledhëm mjete financiare që sado kudo të ndihmojnë ata të mbjetuar kësaj familje legjendare dhe drejtimi i dytë ka qenë që dal nga dal të mobilizohemi të bëjmë një fushat në këto qytete të Istrës për mobilizim dhe për evidentimin aty në vullnetarëve që do të donin që të regjistrohen dhe nëse thret ushtria shqiptare e Kosovës që të nisemi drejt Kosovës. A kjo ka qenë momenti i kthesës edhe për juve, edhe për shqiptarët e tjerë që kanë qenë? Si ish oficer e ushtrisë Jugosllavisë dhe 5 vite në luftën e Kroacisë me ushtrinë kroate, ka qenë një pritje të drejtën, një pritje sepse ne kemi pritur që çdo moment me Kosovën ka filluar dhe me Kosovën do të përfundon ish Jugoslavia. Mirëpo nuk e kemi ditë se çfarë momenti do të fillon kjo dhe ky ka qenë një moment i jashtëzakonshëm që ne të fillojmë të mobilizohemi. Aty kemi qenë një numër i prorëve, 2 prej neve jemi lajmëruar më një herë si vullnetar për më nisë për Kosovë, unë dhe një binagashi mik im i shtëpisë dhe faktikisht pas gjithë këtyre takimeve, grumbullimit të qytetarëve të komunitetit shqiptar atje, me 1 prill 1998 kemi marrë rrugën nga Pula për në Ljubljana, kemi hyrë në aeroplanin Ljubljana-Tiranë dhe kemi zbarkuar në Tiranë, aty na ka prit Naima Loko, i cili kemi qenë kontakt me të dhe kemi filluar rrugtimin tonë drejt Kosovës. Ku jemi duke i parë pamje të drejtë për drejta nga prekazi, ku duhet thënë që sidomos në këto data të shënuara, apo edhe në data të tjera të historisë tonë, është një vend takim për shqiptarët të cilët vijnë nga vende të ndryshme, shkojnë atje, bëjnë omazhe dhe përjetojnë nga afër atë se çka ka përjetuar familja Jashari në atë kohë. Dëgjoj. Çdo shqiptar, qoftë në Kosovë, qoftë në Rajan, qoftë në diasporë, duhet ta dinë që Meka dhe Medina shqiptare është në prekaz dhe në varrezat e gjithë dëshmorëve të Kosovës anë mbon në çdo qytet. Ashtu që pa sakrificën e familjes Jashari, pa sakrificën e familjes Pajaziti, Haradinaj dhe shumë familje tjera, pa gjakun e derdhur për liri, pa gjitha këto përpjekje, jo vetëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës 98-99, por ne kemi adhetar, kemi njerëz që kanë lënë jetën e përbuzje, janë maltretuar, kanë përjetuar në mënyra të lloj-llojshme dhe gjithë ata faktikisht e kanë
një gur në themelin e shtetësisë Kosovës. Dhe normal që sot dje dhe pardje është vend takimi, vend qëndrimi, vend grumbullimi i gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe jo vetëm të Kosovës, është në varrezat e familjes Jashari dhe në Prekaz. Mirë po, unë kisha rekomandu fuqishëm, sepse trit dhe trejat që kanë lidhur pas lufte, dinë sipërfaqësisht për ushtrinë qendrore të Kosovës, dinë sipërfaqësisht për familjet emblematike të Kosovës. Mirë po, do duhej që të mendon Ministria e Arsimit që me kurrikulat, me plan programet, që të fut në orë historike dhe të futet ushtria qendrore e Kosovës, e cila pa te asnjëherë nuk do të vinte NATO-ja në Kosovë, nuk do të intervenonte dhe pa te kur them pavarësia, liria e Republikës Kosovës nuk do të vinte. Ashtu që duke falendëruar ushtrisë qendrore të Kosovës, duke falendëruar miqve tanë ndërkombëtar që na kanë ndihmuar, sepse unë kam qenë gjithë kohën në Kosovë, kam qenë në zonën operative Llapës si zëvendës komandant i kësaj zone dhe përgjegjës për çështje ushtarake. Çdo ditë 2 herë në ditë unë personalisht kam qenë në kontakt me NATO-n, me komandën e NATO-s në Kumanov, që kemi dhënë koordinatat se ku gjenden forcat serbe, ka po lëvizin dhe kemi qenë një mënyrë apo tjetrën ushtria në tokë ka qenë ushtria qendrore të Kosovës, kurse në ajër ka qenë NATO-ja. Dhe për atë arsye unë dëgjoj shumë njerëz që thonë jo NATO na ka shtruar. Faleminderit NATO deri në qiell, por mbi qiell faleminderit ushtrisë qendrore të Kosovës. Pa ushtrisë qendrore të Kosovës kur as NATO-ja as intervenimi nga askush nuk do të dente. Çka ka nisë aty? Absolutisht duhet ta kuptojnë të gjithë. Unë personalisht e kam lënë një jetë luksoze në Bregdetin Kroat. Shumë kolegë të mitë, shumë ushtar e kanë lënë jetën. Pa mendu 2 herë. Pa mendu 2 herë, e kanë lënë Gjermaninë, e kanë lënë Zvicrën, e kanë lënë Amerikën, kanë lënë çdo gjë dhe janë nisur drejt Kosovës duke mos ditur se a shpëtojmë apo nuk shpëtojmë. Duke mos ditur që a e kalojmë kufinin gjallë apo nuk e kalojmë. Sepse ne kemi kaluar kufinin kom. Dhe kjo tregon qartë sa ka qenë ai vullneti jon i shqiptarëve që ka ardhur koha që t'ja bëjmë një argat vendit tonë, t'ja bëjmë një shërbim këtij vendi dhe të largojmë këtë armik gjakatar nga këto troje shqiptare dhe për jetën më të gjeneratët tashme t'jenë të lira dhe t'jenë sigurta. Dhe tani punojmë për veten tonë dhe për të ardhmen tonë. Prandaj me të drejtë thoni që përderisa janë bërë sakrifica të kësaj natyre, përderisa domethënë jo që keni pasur mundësi me kontribu në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, nuk keni menduar 2 herë për me lënë jetën në këtë vend, nëse ka qenë e nevojshme, më e pakta që mund të bëhet sot është kujtohet, mos harrohet historia, të tregohet nga gjenerata në gjeneratë, sepse kanë kaluar 28 vite prej asaj, do thotë një gjeneratë, 2 gjenerata po bëhen. Pse 5, 6, 7 marsi apo çdo komuni ka ditën e dëshmorëve vet. Pse mos të angazhohen ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës? Kemi profile të ndryshme, kemi edhe profesora, kemi edhe profesor doktora, kemi ushtarak dhe pse mos të angazhohen që të shkojnë në përshkolla të mojnë ka një orë ligjërat. Ju tregohet fëmijëve se liria nuk ka ardhur nga qielli, por ka ardhur nga gjaku, nga sakrifica, nga mundi, nga lufta dhe kjo mendoj që është shumë e nevojshme, se s'po them është gabim, por shumë e nevojshme që qeveritë në të ardhmen duhet mendojnë shumë seriozisht dhe kryetarët e komunave, sepse arsimi në nivel komunal ka kompetenca të plota dhe çdo kryetar komune nuk do duhet që të del fushat vetëm kur janë votat për të bërë dikush kryetar, por duhet mendon edhe për këto ditë të krenarie, ditë dhimbje, sepse ka nona dhe baballar që akoma janë gjallë, ka humbë djalin, e ka humbë vajzën në lulën e rinis dhe normal që asnjë pikë lote nuk ja kemi pa. Na kemi pas rast në zonën operative të Llapit kur na ka vdek një ushtar dhe ka ardhur baba i vet për me marr kufomen
edhe ka thonë që nëse djali me kalon vendin shprast, unë e hy në vend tina. To janë përjetime që ndodhin me të gjona shumë emocionale për neve që kemi qenë atë, sepse sot këto ditë janë me vërtet ditë vështira, sepse ne kujtojmë edhe ata bashkëleftetarë, kujtojmë ata shokë që na kanë ra në altarin e lirisë. Ka shumë njerëz që kanë humbur qendrën e trupit, sot kujdesja për ta është shumë minimale, mos thënë minimale, por tepër minimale, dhe një popull, një qeveri, një pushtet, një shteti që nuk i respekton të kaluarën e ardhmja nuk duket e mirë, edhe nuk del mirë. E tha në fjalinë e fundit, në rrëfimin e saj, Besarta Jashari, që se sa e lumtur ndihet sot kur ka mundësi me i dërgu fëmijët në shkollë, pa pas frikën që ajo ka pas në fëmirinë e vetë, se mos ndoshta do të vinë serbët në shkollë, do t'i marrin, do t'i fasin e të tjera. Paramendoni, ajo Besarta ka humbur këtë familjen. Ka humbur këtë familjen dhe sot ajo njihet krenare. Dhe kjo është për çdo lavdat. Sot fëmija saj nesër nipat, mbesat, do të mësojnë historinë e babgjyshit, gjyshës, që kanë bota për vendin, të falenderue sakrificës të flimit tyre, ata faktikisht e kanë lirinë sot. Unë e kom thonë disa emisione, kam qenë edhe komandant i Forcës Sigurisë në tyre me fundit, edhe një përvjetor të 5 marsit, e kom thonë që edhe jo që e kom mendu ato, e kom shpik, por familja Jashari dhe gjitha ata dëshmorët që kanë rënë në altarin e lirisë e kanë thonë që më mirë të flijohemi ne se sa të flijohet Kosova. Dhe kjo është diçka që neve na obligon që të punojmë më shumë, na obligon që shtetin e Kosovës ta forcojmë dhe ta çojmë aty ku kanë dëshiruar dhe ku kanë ndruar dëshmorët e kombit dhe gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend. Se nuk është kjo orë politike, po është orë kujtimi, është orë për ushtrinë qimtare të Kosovës dhe 5-6-7 marsi, mirë po është me të vërtetë është për keqardhje, me të vërtetë është për turp, për institucionet tona, për ata njerëz që ka zgjedhur populli, për ata njerëz që janë duke u hequr këtë vend, që këtë bota është duke u ballafaquar me sfidat të sigurisë, janë nxjerrë edhe armët bërthamore jashtë depove, e ne nuk mund ta zgjidhim një president, kjo nuk ka ma turp e ma të merë për këtë vend. Edhe ata duhet mendojnë shumë seriozisht, sepse amaneti tyre do t'i mallkoj. Thotë mos e marrim të mirëqenë këto ditë të lirisë që po jetojmë sot, sepse për këtë është dashur që derdhet që. Nuk mund ta marrim mirëqenë, sepse çdo qytetar, çdo shqiptar që dëgjohet mëngjes e qilte, e hap telefonin, e lexon lajmet, a u zgjidh presidenti, a u zgjidh kjo, apo ecën përpara tu harxhu para maramend se për zgjedhje, 3 par zgjedhje, ky vend më i vorfër në Evropë i harxhon për këto pak muaj, se jo vjet për pak muaj, kjo me të vërtet nuk e di çysh kanë fytyrë dhe çysh kanë guxim nga populli me dalë rrugë nesa më përshëndet me këtë popull. Ndodhen gjitha këto pikërisht në këto data në përvjetor të epopes, megjithatë prapë besoj që nuk e zbe lavdin e asaj që ka ndodhur 28 Jo, nuk e zbe, po mbi gjitha. Mbi gjitha, po thëmë, është Kosova. Po, sigurisht. Mbi çdo njëri, mbi çdo individ. Ashtu si që dëshmorët e kanë vendosur Kosovën për mbi jetën e tyre. Mbi jetën e vet. Çka është ma e vlefshme, sigurisht. Unë mua më kujtohet kur kemi filluar në zonën tonë rekrutimin e ushtarëve për me ky, sepse ata 3 dhe 3 nuk kanë kryer shërbimin ushtarak. Ata janë konë gatshëm, o s'ke marrë, pa armë po vina, veç pranona që t'jemi me thaj, me duar, me gishtat. Çka kujtoni ju nga ajo periudhë? Cila ka qenë ndoshta momenti më i vështirë që e përjetoni edhe sot? Po lufta ka shumë betejë, ka shumë një prej rasteve më të vështira, më kujtohet kur çdo ushtar i imi që është vrarë edhe janë ballafaquar me kufuar me tina, ka qenë sikur
të jetë fëmia im. E ajo është shumë e rëndë. Pastaj kem pas një numër shumë të madh të plagosurve të palëvizshëm që është dashur në spital ushtarak i improvizuar që të kujdesemi për ta bëjmë operacione nëpër male, nëpër ato spitalet improvizuara, të lëvizëm ata sepse nuk ka më keqe për ushtrinë se sa të bie një i plagosur që nuk mund të mbrohet, bie në durë të armikut. Dhe ne kemi qenë vendosur si komandë që pa u vrarë edhe i fundit, ata nuk mund të bien në durë të armikut. Dhe kjo ka qenë momente jashtëzakonisht vështira, pastaj mungesa ushqimeve, mungesa e medikamentave, kujdesja për popullatën, kemi pas me dhjetra mijë qytetarë që kanë qenë mbrapa vijës, mbrapa kujdesit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, është dashur përveç mjekësisë, u dashur kujdesen për ta për ushqime, për çdo gjë. Dhe ti udhëzosh ata, ti luftosh edhe me ata keqbërësit. Ka pas se çdo popull, çdo mjedes ka dhe keqbërësa që i shfrytëzojnë rastet që është dashur që të jemi edhe polic, të jemi edhe ushtar, të jemi edhe këshilltar, të jemi edhe kujdestar, të jemi gjithçka, se s'kemi pas na komunë, kam qenë luftë krahasi, po ka pas president, ka pas qeveri, ka pas kryetar komunash që kanë kryer punë të veta administrative, por ne s'kemi pas asgjë. Ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë gjithçka. Dhe kjo ka qenë shumë e vështirë. Nuk jemi marrë na vetëm me armikun del përpara, jepi udhëzimet, jepi doktrinën çfarë do të më bëj, jepi urdhat si do të më veprua, por është dashur të merremi me çdo gjë. Sepse çdo jetë, pavarësisht a është ushtare a civil, për neve ka qenë jetë shumë e shtrejtë, një shqiptare që është dashur ta mbrojmë. Dhe kjo ka qenë me të vërtetë, ka qenë momente shumë vështira. Unë kujtohet një moment, shembull, 7 ditë kemi pas as miell, as krypas ai kvasasi që i qitet bukës. Maja bukës. Edhe ta mërmenja që pihan një copë dru. S'ke pas ushqim, ke pas një kush, ke pas miell, po kemi pas vetëm të marrë ato patate që i kanë marrë në dhe, shqiptarët kemi marrë ato me patate kemi jetuar. Nuk fliten shumë këto detaje, nuk është se treguan shumë, sepse edhe këto janë pjesë e sakrificës. Ne jemi duke shkruar, Instituti Historik i Kosovës është duke shkruar, jo individualisht, sepse ato nuk vlerë. Këto duhet të bëhesh nuk kanë vlera, po instituti është duke shkruar edhe duke shkruar historinë me fakte, edhe unë mendoj që brenda këtu në 3-4 viteve do të dalin disa libra që do të tregon që nga organizimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës e deri te përfundimi, deri te betejë, deri te këto që po folun e tash mirë për mënyrë ma të zgjeruar do të qiten letër dhe do të jenë për gjeneratët e tashme që ata të mësojnë dhe ta shohin se ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka pas raketat si ka sot Gjermania apo si ka FSK-ja sot, po kemi qenë me një pushk, kemi dhënë përballë një tenku që ka qenë e pa imagjinueshme për të kenë. Ne gjitha këto i kemi pas zemrën e madhe. Po pikërisht do isha me të pyet, çka ju ka mbajt? Do të ideali për liri? Po ne si ushtarak, ne si epror, ne si komandë e kemi pas për detyrë që ata përveç trajnimeve të rëndëmta ushtarake që kemi pas, normal që ti e përgatitur në aspektin psikologjik, në aspektin me çka ballafaqohen ata dhe ne kemi përgatitur ushtarin që ushtari jon është më i fortë se një armë që ne nuk e kemi, po e ka armiku. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që kemi arrit qëllimin edhe faktikisht kemi Isa Havollin që del përballë tenkut, i del 30-40 metra edhe shkatron tenkun e parë dhe ai nuk frigohet nga një tank. Para mendoni ai tregimi i Mit Sokolit që del para gjylës topit edhe ky del para tenkut dhe shkatron tenkun edhe faktikisht e nol atë sulmin e parë, them ashtu dhe vritet edhe vet aty. Do të thonë kemi përgatitur që ne kemi bashkangjitur ushtrisë shqiptare të Kosovës.
Më së pakti duhet të mendojmë për jetën tonë. Por duhet të mendojmë për misionin cilin e kemi. E misioni jonë ka qenë të luftojmë armikun, e qëllimi kryesor ka qenë ta shirojmë Kosovën. Dhe kjo ka qenë, a do të mbetem unë gjallë, apo do të mbetet dikush tjetër kush, ajo ka qenë shumë më pak e rëndësishme se sa ka qenë rëndësishme që ta kryejmë qëllimin tonë. E të them të vërtetën, jo vetëm unë që e them këtu, por çdo ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i zonës operative të Llapit, edhe besoj edhe krejt Kosova, sepse të gjithë e kanë pasur një qëllim, jam shumë i bindur që në aspektin psikologjik ka qenë përgatitur që edhe nëse vdes me nder, edhe vdes duke mbrojt, edhe duke luftuar për adhemën e vet. Sa herë që kam rastin të kemi intervista me personalitetet të ndryshme, me kontribues në ushtrinë shërbimtare të Kosovës, ka çdo herë më vjen mend është edhe familja e tyre, sepse edhe ata kanë qenë një lloj heroinash, nanat, gratë, motrat e të tjera, përderisa ju nuk keni pasur mundësi me komuniku me ata nuk kanë pasur informacion që syjeni gjava, apo jo? Unë jam përshëndet me bashkëshorten time dhe me dy fëmijët e mi. Dy fëmija mi më ka lindë në Kroaci në Pull, edhe kur jam përshëndet, djali ka pas 5 vjet, Alberti, Amantina ka pas 2 vjet e gjysmë, dhe kur jam përshëndet, ka mendu që si shumë. Kjo ka qenë e vështirë. E vështirë për mu, me vështirë për bashkëshorten. Po, na kemi biseduar edhe i kom thonë që qëllimin cilin e kem, unë e ku marrë një rrugë timën, aja më ka mbështet edhe falenderoj. Kom thonë, duhet i rritësh fëmin, pavarësisht. To janë emocione. Besoj, pavarësisht sa vite munden me kalu prapë ndjen. Besoj që ai takimi pas përfundimit luftës ka qenë çka që se harroni asnjëherë. Absolutisht. Po i takoj edhe një herë. Shumë familjar, njëtën gjë kam përjetuar, ka qenë, me të vërtet, ka qenë shumë me ronë. Po, falë Zotit, ja kemi arrit qëllimin, ajo është kryesorja. Ata që kanë dhonë jetën, ata kanë fituar pavdeksin. Çdo ushtar kishte pas dëshirë që të fitoj pavdeksin. Se të gjithë ne do të vdesim një ditë. Por 3 ditë e pamja do të harrohemi, ata nuk harrohen. Ata nuk vdesin kur. E kjo është me rëndësi. Unë du ta ceku edhe një gjë se ju jes bërç qytetarëve. Shumë herë më pyesin sa ushtari ka pas ushtria shqiptare e Kosovës. Unë themi ka pas 1 milion. Çdo nan, çdo grua, çdo shtëpi, çdo burr që ne kemi shkuar, se ne kazerma nuk kemi pas. Ne kemi përdor odat, shtëpiat e qytetarëve si kazerma tona. Çdo nan që i ka marruar një parë qerapa me krrapza, edhe ja ka dhënë një ushtarja, e ka qenë ushtare. Ashtu që mbështetja logjistike, mbështetja morale, mbështetja në aspektin e infrastrukturës ka qenë qytetarët edhe kanë qenë populli. Ashtu që ne nuk mund të themi që jalla kanë qenë 60.000 e kuta dione. Gabimet janë bënë në qeveritë e kaluame, se nuk është dasht veteranët të jepen 270 euro. Veterani nuk paguhet asnjëherë. Është gabim, unë e kom thonë shumë herë, përsëris, për të satën herë, është shumë gabim. Paguhet familja dëshmore, paguhet invalidi. Veterani ka pas për detyrë me luftua. Por veterani duhet t'i jepësh privilegje tjera. Duhet fëmijën t'ja punësosh, duhet ato t'a punësosh, duhet të kenë privilegje në shkolle, jo privilegje më të mëdha, por nëse fëmija e tina është i barabartë me një fëmijë tjetër, duhet të kenë përparësi. Ashtu është në Kroaci. Dhe jo t'i jepet 170 euro, ajo nuk është pagë, as është diçka sociale, ajo është turp. Ajo është turp dhe për atë arsye në mendoj që ligji me kohë është bërë gabim dhe tash trajtohet ndryshe. Është turpi madh. S'kam të rrugdole për përmendë edhe këtë. Që për 5, 6 dhe 7 mars na kemi 2 këshille organizative.
kemi këshillin organizativ qeveritar edhe kemi këshillin organizativ të organizata dalë nga lufta. Pse nuk morrin ftesën me kohë, nuk e morrin vendin meritor në këshill organizativ veteranët, sepse veteranët janë këto do duhet të ishin në krye tavolinës. Po fatkeqësisht nuk është u shku puna mirë, saqë unë uroj dhe shpresoj shumë që të ardhmen të përmirësohen këto vedia e pushtetarëve, vedia e njerëzve të vijen në nivelin e duhur dhe pastaj edhe shteti në përgjithësi situata të ecë më mirë. Urojmë shumë vërtet që epopeja e vitit arshëm të na gjejë më mirë, më të konsoliduar në përgjithësi. Unë ju falenderoj përzemërsisht që ndam bashkë këto momente, që ndam bashkë këto kujtime, dhe pres përsëri në studio. Unë ju falenderoj juve, kur ke folur për emocionet pak, për sa herë që unë mendoj për të kaluarën, për bashkëluftetarët e mi, emocionet janë të pashmangshme. Unë shfrytëzoj rastin që t'ju uroj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës urime këto 3 ditë, sepse janë ditë të krenarisë, edhe dash Zoti që Kosova të ecë në drejtimin që ne e kemi menduar të gjithë bashkë. Faleminderit shumë edhe një herë. Ishte kënaqësi.